Dronët Ukrainas goditën depot dhe infrastrukturën energjetike në qytetin rus Belgorod, duke shkaktuar shpërthime, zjarre dhe disa të lënduar. Në rajonin e Saratovit u raportuan flak dhe tym në aeroportin ushtarak Engels 2, ku operojnë bombarduesit strategjik rus. Ushtria ukrainase duke ju përgjigjur sulmeve ruse bëri me dije se 1 nga 2 raketat dhe 127 nga 157 dronët e lëshuar nga forcat e Moskës u rrëzuan gjatë natës. Forcat ruse sulmuan portet ukrainase të Izmail, Odesas dhe Nikolajevit gjatë natës, njoftoi Ministria Ruse e Mbrojtjes. Me valën e fundit të dronëve, Ukraina ju përgjigj sulmeve ruse në Slovjansk dhe nda një kampi stërvitjeje në rajonin e Kievit, të cilat të premten u morën jetën 15 personave. Në të njëjtën ditë, forcat ukrainase goditën rajonin rus të Kirov, i cili ndodhet më shumë se 1000 kilometra larg vijës së frontit, duke vrarë disa persona. Edhe Shën Petersburgu rus u godit nga sulmet me dron një ditë më parë. Ndërkohë, Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij Ukrainas Volodymyr Zelensky do të takohen në Washington më 28 korrik.